Gjatë një interviste për BBC nga Berlin, ku mori pjesë në një forum ndërkombëtar, Clinton u shpreh se procesi i publikimit të dokumenteve është penguar qëllimisht. "Nxjerrni dosjet, po i sfarrisni", deklaroi ajo, duke lënë të kuptojë se administrata aktuale nuk po vepron me transparencë të plotë. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë reagoi duke mbrojtur qëndrimin e saj, duke theksuar se publikimi i dokumenteve është në proces dhe përbën një hap të rëndësishëm për drejtësinë dhe për mbështetjen e viktimave. Sipas administratës, janë bërë më shumë hapa konkret se sa në periudhat e mëparshme. E pyetur nëse edhe figurat e tjera publike duhet të dëshmojnë përpara institucioneve amerikane, Clinton u shpreh se kushdo që thirrë duhet të paraqitet dhe të japë llogari, duke nënvizuar rëndësinë e barazisë para ligjit. Çështja ka rikthyer në vëmendje edhe emra të njohur të politikës amerikane. Ish presidenti Bill Clinton pritet të dëshmojë përpara një komiteti të Kongresit, ndërsa edhe Hillary Clinton do të paraqitet një ditë më herët. Kjo konsiderohet një ngjarje e rrallë institucionale, pasi hera e fundit që një ish president amerikan dëshmoi në Kongres daton që nga periudha e Gerald Ford. Bill Clinton ka pranuar se ka njohur Epstein në të kaluarën, por ka theksuar se kontaktet me të janë ndërprerë 2 dekadave më parë. Deri më tani as Bill Clinton dhe as Hillary Clinton nuk janë akuzuar për shkelje ligjore nga viktima, ndërsa të dy kanë deklaruar se nuk kanë pasur dijeni për abuzimet që dyshohet se kanë ndodhur. Debati për publikimin e plotë të dokumenteve mbetet i hapur, ndërsa presioni publik dhe politik për transparencë po rritet, duke e kthyer çështjen në një temë të ndjeshme me skenën politike amerikane.